Që nga dita kur e shpallën objektivat globale të njohur si Agenda 2030, bota është ndarë në dy, ata që e shohin si një plan për zhvillim dhe ata që besojnë se pas fasadës së fjalëve të bukura fshihet diçka shumë më e thellë, shumë më e organizuar, shumë më e errët. Në këtë epizod, do të hymë në botën e teorive, spekulimeve dhe dyshimeve që kanë ndezur një nga debatet më të mëdha të viteve të fundit. Sipas interpretuesve konspirativ, gjithçka fillon me trazira që duken të pavarura nga njëra tjetra: kriza migratore, kolaps ekonomik, konflikte të reja dhe pandemit globale. Por në këtë narrativ, këto nuk janë fenomene të rastësishme, janë pjesë të një zinxhiri që çon drejt një rendi të ri. Kur mijëra njerëz zbarkuan brenda pak ditësh në Lampedusa, shumë kanale që merren me teoritë konspirative ngritën pyetjen: a është kjo thjesht pasojë e krizave globale apo pjesë e një strategjie më të madhe për të ndryshuar strukturën e popullsisë në Europë? Ndërkohë, pandemia e COVID-19 u kthye në një pikë kthese. Sapo filluan programet globale të vaksinimit, në internet shpërthyen teori të reja. Disa pretenduan se teknologjitë e reja të vaksinave mund të shërbenin si mjet për monitorim apo identifikim digjital. Të tjerë shkuan më larg, duke besuar se kjo ishte një goditje e heshtur kundër popullsisë botërore. Në këtë mozaik teorish hyn edhe 15 minuta cities, një ide urbane moderne që synon komoditetin, por interpretuesit konspirativ e shohin si lëvizje drejt kufizimit të lëvizjes. Ata besojnë se ndarja e qyteteve në zona të kontrolluara është hapi i parë drejt një bote ku çdo distancë do të jetë rregulluar, çdo dalje e monitoruar dhe çdo njeri i gjurmuar. Dhe pastaj vjen shembulli më i përdorur nga komunitetet spekulative, Kina. Sipas këtyre narrativave, sistemi i social credit shihet si paralajmërimi i asaj që mund të vijë nesër në botën perëndimore. Në këto rrëfime online, thuhet se një postim kritik në rrjetet sociale, një veprim kundër autoriteteve, apo thjesht një sjellje e konsideruar problem mund të ulë pikët dhe, si pasojë, të kufizojë jetën. Ndërpret aksesin në shërbime, kufizon udhëtimet, bllokon marrjen e kredive, bile edhe qasjen në disa hapësira publike. Këto janë interpretimet që qarkullojnë konstant në botën e teorive, edhe pse realiteti është më kompleks dhe më i ndryshëm nga versionet që qarkullojnë online. Një tjetër frikë e madhe që përmendet shpesh është zhdukja e paras fizike. Sipas këtyre komenteve konspirative, në momentin që një vend kalon vetëm në pagesa elektronike, çdo transakcion bëhet i gjurmueshëm dhe çdo individ bëhet i varur nga sistemi financiar. Në këtë rrëfim spekulativ, pasaportat digjitale dhe identitetet elektronike shihen si faza e radhës drejt një bote ku çdo lëvizje, çdo blerje dhe çdo vendim i qytetarëve mund të monitorohet në kohë reale. Për elitën globale, kjo nuk është thjesht teknologji, është kontroll total. Dhe kështu, në sy të këtyre komuniteteve, të gjitha fillojnë të lidhen: migracioni, teknologjia, identiteti digjital, pasaportat elektronike, parat online, inteligjenca artificiale dhe agjendat globale. Pyetja që ata ngrejnë është e thjeshtë, por e rëndë. Apo shkojmë drejt një bote ku gjithçka është nën kontroll të plot, ku liria është vetëm një iluzion? Askush s'ka një përgjigje të saktë. Ka vetëm teori, pyetje dhe frikra që rriten ndërsa afrimi i vitit 2030 ka rritur shqetësimin e miliona njerëzve në mbar botën. Por historia nuk përfundon këtu, sepse ka edhe një tjetër pjesë të mozaikut, e cila përmendet në çdo debat të këtij lloji, një element që shumë e quajnë kapitulli më i errët i të gjithë kësaj historie. Në episodin 2, do të futemi në temën që teoricienët e quajnë zemra e gjithë këtij sistemi: rendi i dytë botëror, bankat qendrore, inteligjenca artificiale, ekonomia digjitale dhe mënyra se si pakica do të kontrollojë shumicën. Mos e humbisni episodin 2. Faleminderit që na ndiqni.